Mirë se erdhët në këtë seksion të matematikës, ku do të vazhdojmë të punojmë me thyesat. Dhe në këtë seksion do të mësojmë se si të pjestojmë thyesat. Lajmi mirë është se nëse ju dini si ti shumëzoni thyesat, gjë që e mbuluam në seksionin e fundit, atëherë pjestimi i thyesave është shumë i lehtë. Pjestimi është gati plotësisht i njëjtë me shumëzimin e thyesave. Prandaj, nëse nuk e keni përvetësuar mirë shumëzimin e thyesave, atëherë më mirë të ktheheni në seksionin paraprak dhe kur ta mësoni mirë atë, kjo pjesë do të jetë shaka. Ju premtoj. Çka do të bëjmë është të shikojmë disa probleme kësaj. Çka po të kemi 1 thye për 6 dhe ju po pjestoni me 1 thye për 2. Këtë situatë mund ta shkruajmë përmes thyesës, pasi që kemi të bëjmë me pjestim. 1 të 6-ën po a pjestoj me, shikoni vijën e thysës, unë po pjestoj këtu me 1 të 2-ën. Unë këtu po shkoj përmes një forme tjetër të paraqitjes së problemit. 1/6 e pjestuar me 1 të 2-ën. Mënyra se si do ta bëni pjestimin e thysave është vërtet e thjeshtë. Ju duhet të merrni numrin e sipërm, 1/6. Ju zëvendësoni vijën e madhe të pjestimit me shumëzim, me këtë pikë të madhe që nuk kupton shumëzimin, por ju nuk do të shumëzoni me 1 të 2-ën, por ju do të invertoni këtë thyes, ta ktheni mbrapsht, e cila do të bëhet 2 thye për 1. Dhe ti shumëzoni këto. Do më thonë, 1/6 herë 2 thye për 1. Kjo në fillim nuk na jep ndonjë kuptim, por rregulla është e tillë, dhe për të do të flasim në vazhdim. Por le të shkojmë të përfundojmë detyrën tonë. Tash problemi kalon në shumëzim të thyesave. Gjë kjo që është shumë e lehtë. Shumëzojmë numrat e sipërm, 1 herë 2 që bëjnë 2, dhe shumëzojmë numrat e poshtëm 6 herë 1 që bëjnë 6. Prandaj fitojmë thyesën 2 të 6-at. Sikur në çdo problem, duhet të shikojmë se a mund të thjeshtojmë rezultatin. Po të pjestojmë thyesën me 2, shohim se do të fitojmë rezultatin përfundimtar. 2 pjestuar me 2 është 1, dhe 6 pjestuar me 2 është 3. 1/3. Po e vëreni se nga këtu e tutje, problemi shndrohet në shumëzim të thjeshtë thyesash. Ju vetëm shumëzoni numrat e sipërm dhe ata të poshtëm, dhe në fund vetëm thjeshtoni rezultatin. E vetmja gjë që duhet të dini është se gjatë pjestimit të thyesave, ju merrni numrin e sipërm, ju ndryshoni thysën në shenjë shumëzimi, ju invertoni apo ktheni mbrapsht thyesën e dytë, sikurse këtu që 1/2 u bë 2 thye për 1, dhe pastaj ju mund t'i shumëzoni ato. Pra po shihet se pjestimi dhe shumëzimi janë procese disi të kundërta me njëra tjetrën, dhe ato janë gati tërësisht të njëjta. Dhe nëse filloni me pjestim, ju mund të kaloni në shumëzim duke e invertuar thyesën e poshtme. E gjithë kjo nuk është e vështirë. Le të shkojmë tutje, le të shikojmë problemin 2 të 7-at pjestim me 1 të 2-ën. Mirë, mua më ndihmon të shndroj problemin në thyes, ku kemi 2 të 7-at pjestuar me 1 të 2-ën. Tash shkruajmë thyesën e hepërme 2 të 7-at, kurse 1 të 2-ën e invertojmë, e kthejmë mbrapsht, gjë që bëhet 2 thye për 1, dhe të cilën e shumëzojmë me 2 të 7-at. Prandaj tash kemi 2 thye për 7 herë 2 thye për 1. Prej nga 2 herë 2 bëjnë 4, dhe 7 herë 1 bëjnë 7. Rezultati është 4 të 7-at, të cilin nuk mund të thjeshtoj më tej. Të vazhdojmë tutje. Le të marrim 5 të 8-at pjestim me 3 të 4-at. Le të shkruajmë 5 të 8-at thye për 3 të 4-at. Shkruajmë përsëri 5 të 8-at.
kurse 3/4 e kthejmë në 4/3 dhe shumëzojmë. Pesë të tetat herë 4/3. 5 herë 4 bëjnë 20 dhe 8 herë 3 bëjnë 24. Duke fituar 20/24. Ta shohim se mund të thjeshtojmë. Ne mund të pjestojmë lart dhe poshtë me 4. 20 pjestuar me 4 është 5 dhe 24 pjestuar me 4 është 6. Prandaj, rezultati përfundimtar do të jetë 5/6. Mjaft e thjesht apo jo? Le të marrim 3/5 pjestim me 2/3. Shënojmë 3/5 pjestuar me 2/3 dhe shkruajmë 3/5 herë 3/2, të cilën e fitojmë nga invertimi i 2/3. 3 herë 3 bëjnë 9 dhe 5 herë 2 bëjnë 10. Prandaj fitojmë 9/10. Kjo thyes nuk mund të thjeshtohet më tej. Le të marrim 9/11 pjestim me 7/8. Shënojmë 9/11 pjestuar me 7/8 dhe përcjellim 9/11 herë 8/7, të cilën e fitojmë nga invertimi i 7/8. Nëntë herë 8 bëjnë 72 dhe 11 herë 7 bëjnë 77. Prandaj fitojmë 72/77. Kjo thyes nuk mund të thjeshtohet më tej. Problemi i fundit është 4/5 pjestim me 5/6. Shënojmë 4/5 thye për 5/6 dhe shkruajmë 4/5 herë 6/5, të cilën e fitojmë nga invertimi i 5/6. Tash 4 herë 6 bëjnë 24 dhe 5 herë 5 bëjnë 25. Prandaj fitojmë 24/25. Kjo thyes nuk mund të thjeshtohet më tej. Ne nuk bëjmë shumë probleme këtu, sepse pjestimi i thysave është thjesht invertimi i thysës së dytë dhe i tërë problemi kalon në shumëzim të thysave. Prandaj, nëse e keni kuptuar mirë seksionin e shumëzimit të thyesave, atëherë me pjestim ju nuk do të keni kurfar problemi. Kjo është të tëra për pjestimin e thysave.